Përshëndetje Altin, më në fund po shihemi mes të barabartësh, mes fshatarësh doja të thoja. Tani unë me vërtet kam të lëndisur, por për arsye se thjesht kam djerë zili që ti u bëre fshatar i suksesshëm, ndërsa unë maksimumi bëj status në Facebook dhe ja po bëjmë dhe një intervistë. Faleminderit tjerë. Gëzohem edhe që të shoh kështu live, se gjithmonë kemi këtë imazhin e Zoros. Kaq ishte? E po mirë, po filloj nga pyetjet pra. Yes. Tani, nga Mrizi Zanave të Bukë Gjathë në Tiranë, a është kjo mënyra për na sjell fshatin qytet apo për të na kujtu nga vim të gjithë, nga e kemi origjinën? Në fakt, ajo që bëj është krejt e thjeshtë. Qyteti është ushqy historikisht me fshatin zakonisht. Derisa nuk erdhë pastaj importi dhe demokracia. Ajo që bëjmë është naturale, domethënë fshati ushqen qytetin, është diçka krejt normale. Tani unë të kafe me Lolitën, po prisja kafe, po unë e pi turke dhe për arsye se mirëditorët kanë këto lidhjet jo të mira me turqit, po pim ver kallmeti. Po në fakt unë edhe kafen e pim, por më mirë është në vend, me thonë drejtën. Kështu që, po. Do e pim, do e shohim ku do të dalim. Me Lolitën. Po pse erdhe në Tirana? Nuk është më mirë të jesh i pari i fshatit apo i fundit i qytetit? Unë nuk e kam braktis fishten, padyshim. Në Tiranë kam ardhë me një selit dytë të vogël, nuk duhet restorant. Po edhe këtu në qytet, për punën time jam i pari i qytetit. E pra në fakt i fundit është ai që po pret të radhës. S'po m'dukesh se je i fundit i qytetit. Për shaka si ideja është me bëha tamam një street food edhe me shit produktet tona, nuk është mrizi i vërtet këtu. Mrizi është në fisht. Këtu ka vetëm një copës të vogël, vetëm i degustim. Okej. Po tani mbritja në Tiranë ka dhe problemet e veta. Si është kjo historia parkimit me atë qytetarën? Se mos ke vënë ai tabelë më. Zoti Toks Altin Prenda. Është fati im i madh është që struktura këtu është delimituar nga një avulli tek e cila janë bërë filma që në vitet 50-60 dhe prona ime shkon fiks tek ajo avullia bërë në vitet 50-60 që është shtëpi e vjetër Tirana se me tjekullat vjetra dhe nuk kam asnjë centimetër jashtë kësaj dhe unë nuk kam parking as për vete dhe nuk ka lidhje fare, domethënë aty ka qenë një rrugicë me të drejtë banorët kur zona ishte e vdekur, i linin një rrugicë nuk është e lejuar parkohet ligjërisht, por i linin kështu. Unë thjesht kërkova ato që është gjithkund që të vendoset tabela, na lot parkimi sepse gjithkund është e tillë. Domethënë po ta shikosh në bulevardin Zogu i parë, tek të gjithë rrugicat e tilla të ngjashme homologe, është e njëjta tabelë. Po mirë, tani u kujtove me e bë që iku Ulsiu nga Ministri i Drejtësisë, paktë më përpara vija këtu kisha ASB për tart, konsumoja çik bukë me gjatë, prisja ministrin. Ulsiun mund të vish me taku dhe në Lezhë, ne kena tonin anë kështu. Au, shishe. Dëgjoj, po fakti që Bukë Gjathë mund bëhet më i famshëm se Mrizi, të tromp pak? Kjo konkurenca me veten? Jo. S'mundet kur më ja kalu djali i babës, domethënë Mrizi vërtet është atje dhe me thënë drejtën unë e kam vurë në këtë periudhë, ka pas shumë punë dhe në fisht dhe kjo tregon që njerëzit nuk na tradhtojnë kurrë, domethënë atë selin kryesore. Po Mrizin e Zanave ke bërë famshëm ti apo Gjergj Fishta? Vepra Mrizi Zanave është e bërë me famshme pri Gjergj Fishtës. Unë jam askush i para Gjergj Fishtës, jam thjesht një zotëri që shërben ushqim dhe për ulem para veprës Fishtës, ndërkohë që është bëj famshëm në versionin ushqimor, nuk është fal mejt, është fal familjes, fshatarëve, fermerëve, prodhuesve, njerëzve, banorëve të Zadarimës ose gjithë shqiptarëve që na duan. Nuk është merita ime, sinqerisht nuk e them për hipokrizi, por është thjesht një kombinim i mirë. Tani njerëz që presin 30 minuta në radhë, a mendon se po na edukon me ushqimin apo me durimin? Edhe mbi 30 minuta? Ka ndodhur sepse trysnia momentale është më e madhe se sa kapaciteti jon prodhues dhe kur flas për kapacitet prodhues flas për ushqim të mirë që është vështirë me qet. Se këtu a di si më thonë shto sportele. Sigur sportelet, unë kam biletari dhe shes bileta. Unë po shes ushqim që prodhohet në fshat vërtet dhe nuk dua të tallem me njerëzit.
dhe nuk është biletari, ti shto sportelistat dhe shet pileta. Nuk është sportel, ajo është një objekt që ka mrena jetë, djeshtën e mundin e shumë njerëzve mbrapa dhe është e pamundur ta bësh në proporcione më të mëdha. Sepse po shtova më shumë staf, po bërë një tjetër nga këta, unë mendoj se nuk ja dal dot, pastaj do të më shihni duke ble ke tregu ushqimor në Tiranë mish Brazilit. Dëgjoj se ne shqiptarët nuk shuhemi për turim dhe këtë e dim. Tani, te buke gjatë njerëzit presin radhë. Sekreti është buka, gjathi apo shpresa se po bëjmë europian? Njerëzit që presin atje janë njerëz shumë të bukur. Sekreti qëndron tek fakti që unë gjykoj se jam një nga ata pak persona që ka qëndruar në Terezi, në një vend që e ka përpir pak marrëzia. Unë jam normal, do të thonë ai që bëj unë është normale, do të thonë dikush më shtengoi dorën para pak ditësh dhe më tha, Altin tha, ti je një gjeni që ke shpikur këtë bukën me gjathi. Thash ky e kanë shpik part e mi dhe është thjesht trash buke gjath është minimalja që është. Edhe unë i thash jam as gjeni sa një peshkatar që peshkon në det dhe gatuan peshk. Bëj ato që është normale, por duke qenë se normaliteti ka humbur rrënjët me realitetin, këtu shohim gjithë praktikisht më duket shumë absurde dhe akoma vazhdon të duket absurde dhe do të vazhdoj të duket edhe ju absurde, tanëve, edhe ato që na ndjekun absurde. Është absurde që në një vend ku është plot me shqiptar, të dukemi veçantë unë që bëj buke djath dhe të duket normal ai që bën pica. Është e kundërta, nuk jam unë ai abnormali, janë ata që bëjnë pica që nuk janë normal në Shqipëri. Si rregull, a kupton? Pastaj normalisht gjithkush ka punën e vet, suksese gjithëve, por thjesht është e kundërta praktikisht. Unë nuk jam special, po bëj diçka shumë të thjeshtë dhe ndoshta konsumatorët e duan këtë dhe jap se ndodh ajo që bën. Në fakt, këtu doja të bëja një pyetje që nga fshatin e dikur mezi prisnim tiknin, përfshirë dhe unë vetë që vdisja për qytetrimin, ndërsa sot sikur po kthejmë kokën mbrapa tek fshati. Mos është kjo ndonjë pendes kolektive që e braktisëm fshatin dikur, apo është thjesht një trend i momentit? Është fazë që nuk ka kthim mbrapa. Domethënë, në zonat urbane janë thjesht një proces për njeriu, ku të ndihmojnë shumë të jesh i suksesshëm padyshim, por mbrapa edhe të kesh nostalgji për vendlindjen, për fshatin e për jetën natyrale, dhe mendoj se kjo është e ardhmja. Ne thjesht e kemi pasur pak më tre këtë gjë. Dhe në fakt publiku i klientelës tonë është fiks nostalgjiku i fshatit. Nostalgjikët janë ato që kemi klienta ne, jo ato që kanë alergji fshatin. Ma mendon se malokët dhe fshatarët morën zemër prej teje, se dikur paragjykoheshin që nuk është se din gatojnë, paktën nga anët e mia, se deri po gradec kanë zbrit ato, parët e mia. E veriu se konsiderojnë. Nuk besoj se kanë marrë zemër. Ka akoma shumë pregjykime për të zungu, por si mendoj se kam frymëzuar njerëz që të bëjnë gjëra të ngjashme dhe unë mendoj se Shqipëria është një fshat i madh. Fshat i madh ku të gjithë akuzohemi jo fshatar ti fshatar unë, por fakti është një fshat i madh. Fshat i bukur ku qytetarë janë jo në saj ku jeton, por qytetarë janë njerëz që kanë qytetërim dhe po ta mendosh mirë në vitet 20, 30, 40, nuk të shikon të kush nga vinje, domethënë Mjeda, Fishta, Fanoli, vëllezërit Frashëri, nuk e din ku i bie, ku kishin shtëpi vëllezërit Frashëri. Nuk është marrë kush me diskutu se nga vini. Por çfarë jeni, çfarë bëni? Dhe ky është qytetërimi. Origjinat janë pasurinë kulturore dhe nuk është se ti merresh me origjinat duke diskriminuar personin fjalë. Kemi pasur influenca nga Stambolli, nga Venedikti, kjo ka qenë bukuria shkëmbimeve kulturore që bëjnë qytetërimin. Vithkuqi kanë nxjerrë Naum Veçilharxhin, kështu që edhe ne kemi krenarin ton. Edhe nga cili fshat jeti? Vithkuqi. Vithkuqi, po. Edhe Vithkuqi kanë nxjerrë figura, kështu që. Dëgjoj, po mendon se pjesa më e madhe e agriturizmeve në Shqipëri të kopjojnë, të imitojnë? Me faktin ky gjë nuk e kam shpik vet, jam frymëzuar në Evropë. Do doja shumë që njerëzit mendoj se kena frymëzuar shumë persona dhe shumë sipërmarrës për me gatuar ushqim shqiptar, nuk mendoj se është kopjim, thjesht i kena frymëzuar. Ata që kopjojnë tamam, domethënë gabojnë, unë mendoj se duhet frymëzohen dhe ta përkthejnë fiks me vendin ku ndodhen. Nëse ti bën laknur me kungull dhe jenë Zadrim, nëse jeni Vithkuq do bësh diçka tjetër. Për shembull unë me mzi pres, edhe akoma s'kam pa gjurmë të mira, që dikush nga zona e Korçës të flas me dashuri për mollën e Korçës sikur e dua unë. Me thënë drejtë nuk ndodh kjo. Shpresoj se shumë kuzhiniera shefa,
Po nuk e di, po nuk nuk shikoj as receta tradicionale me mollë dhe shpresoj shumë që të vi dita që të fillojmë të vlerësojmë atë që kena aty afër, domethënë. Me qëra fjala këtu të mollët, a jemi neve në gjendje të eksportojmë produkte bio në Europë, se tani nuk e di sa centimetra e duan kastravecin ato andej. Qa kriterësh kanë? Ne kemi për te batutës, ne nuk mund të eksportojmë rrallë parë sepse s'kemi nevojë me eksportu, sepse nuk mbulojmë fabizonjën tonë. Shumë pak janë produkte që mund të prodhojmë më shumë se sa duhet. Do doja shumë që të mbaroj kjo gjëja që ne eksportojmë domate dhe blejmë domate, pafundësisht. Edhe eksportojmë dhe blejmë. Do doja shumë që kishim, që të konsumonim produktet tona, eksportojmë disa produkte, padyshim, por unë mendoj që ne në Shqipëri akoma ne nuk mbulojmë veten. Mund të jenë 30-40% e prodhimit prodhimi që bëjmë është mbulo konsumin tonë. Ne domethënë kemi nevojë akoma për import sepse nuk prodhojmë mjaftueshëm, por shpresoj thjesht që produktët shqiptarë të fillojnë të vlerësohen si duhet. Me qëra puna këtu te BE-ja, mendon që Edi Rama do na fusin BE? Unë shpresoj shumë, nuk e di, sepse nuk jam ekspert më atë punë, por shpresoj shumë që të hyjmë BE. Kemi shumë nevojë për standarde në gjitha fushat, padyshim që do jetë shumë e vështirë, sepse edhe në BE është lojë e ashpër, ku vendet të gjitha, përveç se janë në një grup të madh që quhet BE, të gjithë ndjekun interesat e tyre, domethënë Holandezët bëjnë ligje që vështirësojnë jetën atij që prodhon verën, francezët bëjnë ligje atij që vështirësojnë jetën atij që prodhon birrën, kështu që ka edhe lojë të mbrëmshme pastaj, sikur një familje të madhe që ka ego personale. Do të jetë një lojë shumë e vështirë, por unë mendoj se standardi na duhet shumë, na duhet sistemi drejtësisë i mirë, gjitha këto, kështu që me mzije pres ditën, shkojmë BE, megjithëse kjo gjë ndoshta do të ndetyrojë që të mbyllë edhe biznesin tim. Nuk e kam fare problem, rëndësishme është që i ke marrë lekët, i ke bë. Jo, s'është çështje lekësh, por është çështje se unë duam të rrit familjen në një vend që është marrë nga Bashkimi Evropian. Më mirë të hash turpin me bukë apo bukën me gjathë? Unë mendoj më mirë, absolutisht bukën me gjathë. Është më mirë se shumë gjëra të tjera. Po mirë, te këto gjërat e tjera, thonë që dashuria kalon nga stomaku. Tani ti ke pasur sukses në dashuri, ke pas një përbërës sekret si kuzhinier? Me anën e njoh para se sa të bësh kuzhinier, me nusin time. Pas ke marru punë. Pas e marru punë. Me nusin time kam pas sukses para se sa më bë kuzhinier, kështu që e njoh shumë me kohë, kështu që kam qenë i vogël, kështu që po mirë. Tani, unë nuk du të rrit në radhë dhe si t'ja bërë që të të korruptoj, përveç se me zërin tim për 6.000 eurosh erotik. Çfarë mund të bëj tjetër, se unë kam qef për ndiqen penalisht. T'jap një lek në ndora, që duhet bëj? Për ato, jo, bukën me gjathë nuk mund ta shkapërcejmë dot radhën, por do ta paguajmë gjobën me strajca. Po mirë, do me thënë të marrë një gjë për tiki. Ajo që po bëjmë këtu është normalitet. Dhe unë jam ai normali. Dhe është këtë normal edhe të presish pak në rradhë, dhe desha thjesht të them kytë, sepse na edhe gjithë ato që kritikojnë, edhe ato që ankohen, nuk janë ata që qëndrojnë 30-40 minuta aty, sepse në vërtet janë qytetari e bukur ata që rrinë, po janë gjithmonë ata të tjerët që i përkasin ndoshta i pjesë të tyre, sidomos ata që kritikojnë, janë fiks ata që kur shkon ke posta, shkon ke aeroporti, janë ata që të futen kështu. Ke parasysh futen kështu sepse kanë qytetari të madh ato, dhe futen kështu dhe dalin aty para tejet. Shkapërcejnë një të moshuar, një plak, një të vogël, edhe shkojnë edhe ata me karrocë shkapërcejnë dhe shkojnë aty përpara. Këta janë personat që zakonisht kontestojnë kur ka për shembull radhë, gjë që unë uroj shumë që mos të ketë duke ne, unë uroj shumë që të ketë vazhdimsi punët, sepse kjo gjë na garanton vazhdimsi dhe në fisht me shumë njerëz atje, por pa pas nevojë me bë trysnie stres, sepse edhe unë mendoj se nuk ja vlen të rish 40 minuta ose një orë me prit një bukë. Jam shumë dakord. Kështu që është pak tepër. Po ideja për të bërë bukë gjathë mes Tiranës, si lindi? Lindi si pasojë se ne në Timër kemi nevojë për më shumë punësim, duke qenë se ne kemi të njëjtën organik stafit, si në gusht, si në shkurt. Po shkurti me gushtin ndryshojnë nga ana xhiro, sepse nuk kemi vende jashtë për kultur, po unë kam preferoj shumë që personat që punojnë me mua punojnë gjithë vitin, jo ti mbash sezon veror, pastaj mos din ku tikun. Dhe na duheshin burime ekonomike dimërore, duke qenë se ne kemi shumë miq që na duan në Tiranë. Menduam të bëjmë një stand kur edhe shesim produktet tona, sepse kryesore kemi shitjet, po dhe të gatuajmë një street food shqiptar dhe unë shpresoj fort që të kthehemi në një farë frymëzimit, në vend se të arrijnë duke na kritiku
dhe duke kritiku ata që janë aty në radhë, unë shpresoj fort që shumë kolegë të frymëzohen nga ne dhe të fillojnë të gatuajnë street food me ushqim shqiptar lokal. Jo, shumë mirë. Keni ndonjë vizion për të ardhmen? Do të thënë do ndaleni vetëm tek buke gjathë apo shikoni përtej kësaj? Unë e kam që 3 vite ëndrrën me hap një dyqan në Tiranë dhe thjesht i bashkangjitë buke gjathin që doli diçka më e madhe se sa unë. Nuk kam pas kur projekte zgjerimit. Unë ëndrrën time kryesore e kam që t'ja dedikoj edukimit të brezave këtë gjë. Do të thënë jam antar bordit tek Universiteti Zoe Këshillit Mirë. Jam tek Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe jam kryetar bordit të administrimit të Shkollës Profesionale Kolin Gjokan Lezhë. Besoj shumë tek mbjellja tek të rit për me ndryshuar gjanat dhe uroj shumë që për shembull aty në fshatin Krajin afër meje të kthehet të rikthehet ose i shkollë profesionale ose instituti për verën ose të jemi një pikë frymit për të rit. Domethënë kryesorja për ne mbetet dhe do vazhdoj të jetë edukimi i fëmijëve dhe edukimi i rive. Kështu që unë me këtë gjë mendoj se mjafton kaq, nuk dua të shtoj me shumë faturimin tim, as të bëj me shumë staf, as të prodhoj me tepër vetë, thjesht dua të perfeksionoj punën time, ndoshta pse jo edhe me ul numrat e shërbimit të klientëve edhe në Fisht dhe në Tiranë. Thjesht të jemi qëndrueshëm për gjithë ato fshatar prodhues që punojnë me ne dhe gjithë ato bashkëpunëtor që kam në punë dhe hapi tjetër e ardhmja është thjesht për minimin tema është edukimi dhe frymëzimi të tjerëve sidomos rinis për të bërë gjërat ngjashme në gjithë Shqipërinë. Tani unë nuk është se jam dashur rini, po ne ndithkuq për shembull, çfarë mund të hapim atje? Ajo është zonë, mendoj unë nuk kam qenë ndonjëherë. Po duhet vish. Ta tham tamam, por e imagjinoj që është një fshat malor i mrekullueshëm, si shumë fshatra shqiptar, duhet thjesht me shku dhe me hulumtu para se sa të vinte diktatura. Për çfarë syre janë ndërtuar ato shtëpia atje? Ku merrnin ujin, me çfarë ushqeshin, çfarë bënin, cilat janë zakonet e doket para ardhes komunizmit. Dhe unë mendoj se mbi ato do gjesh përgjigjen se çfarë mund të bësh. Sepse nëse ato kanë jetuar aty, kanë vu shtëpinë aty, kanë vu themelet aty dhe jetonin aty, kishin një arsye. Nëse nuk ishte ajo tregtare, po ajo prodhuese, do shikosh, kishte bakti, kishte. Po e rikthyen pak a shumë rrejt tek ajo gjaja aty, atëherë mund të ndalojmë emorgjinë e braktisë së fshatit duke kombinuar me turizëm të qëndrueshëm. Dhe ka një hapësirë pafund. Pa të shikosh këtë vit, turizmi urban me sa diun ka pas rënje, ai qytetar e kështu, kurse turizmi në zonat rurale për sa përket të huajve që kanë në Shqipëri, kanë një trend rritit. Për shembull, unë po shikoja që janari ka qenë pak më i qetë tek Mërizi në Fisht, por tendenca e prodhimeve të dhomave është shumë më fortë se vjet. Në gjithë sezonin e pranverës nga të huajt. Domethënë të huajt duan turizmu rural dhe jam krejt i bindur se Vithkuqi është një fshat i mrekullueshëm, kam pa foto, edhe sinqerisht sepse na kanë bërë kurioz gjithë debatet Vithkuq, kam pa foto dhe mendoj se një fshat fantastik sikur ai po t'i rikthehet turizmit malor të vërtet, duke bë bujqësi, blegturi, artizanat, siç bëj dikur, mund të kthehet në një vend destinacion i mrekullueshëm, siç është gjithë ajo zonë që mendoj se është një perlë shqiptare. Duhet t'i them Edi Ramës për paketën e maleve tani që po mendohem. Dhe një ide shumë të mirë. Faleminderit. Jo më thënë drejtën, shpresoj me të vërtet. Tani një pyetje tjetër. Hyra këtu, Killing Me Softly, ishin ca këngë kështu Frank Sinatra, ore ku e ke gjetur Lucën? Thum po prisja. Unë gjeto Lucën edhe në makinë. Po kam një problem të madh. Kam një problem të madh që nuk mund ta vej për gjithkohën tu. Ideja është se siç kemi hap Mërizin Fisht, ne kemi shkruar think globally, eat locally, domethënë ose act locally, domethënë mendo globalisht dhe konsumo ose vepro lokalisht. Është shumë e rëndësishme që ne ta hapim mendjen dhe por amo do ta bëjmë me fare elegancë, sepse ka një problem të madh. Ne edhe kështu siç erdhëm thjesht duke vu Frank Sinatra, po na sulmojnë fshatarë, erdhën fshatarët, na poshtun, na kështu, na bëj rrëmuj, na mori parkingjet. Imagjino ti fusim edhe kanë kështu të forta dhe pastaj e kena kam hallin me zbut pak impaktin. Unë gjithsesi jam shumë krenar për Zef Bekin që të Lucin, janë këngëtarë të veriut që bëjnë këngë shumë fisnike. Unë isha duke prit, ka po vjen more të shumë mula, po prisja ku janë tupanët, po jo, nuk ndodhi. Shumë faleminderit, do po e marr këtë, gjoba ime, më pëlqeu.